Albin Kurti është kryeministri që ka pasur më së shumti buxhet në menaxhim, por asnjë projekt madhor e transformues nuk e ka përfunduar. Për më shumë se 5 vjet në qeveri, madje me pushtet të fortë dhe pa koalicione të mëdha, ai ka menaxhuar rreth 15 miliard euro buxhet. Por, me gjithë këto para, as autostrada për Gjilan nuk u përfundua. Erdhëm këtu që të shohim përsëafërmi punimet të cilat po kryhen për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Gjilan. Nga ajo çfarë pam, mund të themi qartë dhe sigurt që Prishtina po lidhet me Gjilanin me autostradë, pra autostrada Prishtinë-Gjilan po bëhet. Nuk u kryen as magjistralet për Pej, Podujev dhe Mitrovic, projekte që as nuk janë nisur nga qeveria e tij. Nuk përfundoi as rruga Prizren-Tetov. Kismet pas 2-3 vjetësh do të udhtojmë së bashku prej Prizrenit në Tetov, ashtu veç për kafë. Aeroporti i Gjakovës mbeti vetëm premtim. Aeroporti i Gjakovës do të funksionalizohet me 2 shërbime bazë, kargo dhe për udhëtime me kosto të ulët. Asnjë spital i ri nuk u ndërtua dhe nuk u funksionalizua fondi për sigurimet shëndetësore. Funksionalizimi i sigurimeve shëndetësore publike është detyre jonë për të cilën zotohem parajush se do të përmbushëm. Nuk nisi stadiumi nacional i futbollit. Afër kryeqytetit do të ndërtojmë qendrën më të madhe multifunksionale, pjesë e së cilës do të jetë edhe stadiumi nacional. As reforma e thellë ekonomike e proklamuar, fondi sovran dhe banka zhvillimore nuk u realizuan. Do të krijojmë fondin sovran dhe bankën zhvillimore të Republikës së Kosovës. Fondi sovran do t'i marrë nën pronësi asetet strategjike të Republikës së Kosovës dhe do ta ketë përgjegjësinë ekskluzive për investimet në rritjen e vlerës së tyre. Do ta shuajmë Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe asetet e saj do t'i kalojnë në pronësi fondit sovran. Në këto 5 vjet nuk u realizua as projekti i banimit të përballueshëm për çiftet e reja, gratë kryefamiljare, por edhe shërbyesit publik si arsimtarët, infermierët, policës, zjarrfiksit apo edhe administrata publike, vetëm gjatë mandatit të parë të qeverisjes do të mundsojmë banim të përballueshëm për 4.000 familje. Asnjë projekt madhor në energji, vetëm blerje të rrymës ku përfitojnë miliona euro edhe kompanitë serbe. Shumica e buxhetit u orientua në skema sociale, të cilat për shumë njerëz të ekonomisë nuk krijojnë zhvillim, por janë thjesht transfer parash, nga shteti te qytetarët e nga qytetari te faturat e shtrejta të rrymës dhe çmimeve të produkteve bazë. Kurti është i dyti për nga kozgjatja në detyrë si kryeministër, me gati 1900 ditë, pas Hashim Thaqit, i cili në mbi 2400 ditë menaxhoi rreth 10 miliard euro. 5 miliard euro më pak se Kurti. Megjithatë, në atë kohë u nisën dhe u përfunduan autostrada për Shqipëri, ajo për Shkup. U asfaltuan rreth 1500 km rrugë, u ndërtuan qindra shkolla dhe u rritën pagat në sektorin publik. Sikur edhe herave të tjera, Kurti edhe këtë vit u mburr me buxhetin prej 4 miliard eurosh. Por ajo që na ka treguar në qeverisje është një recitim rekordësh e premtimesh, që nuk eklipsojnë mungesën e veprave që do t'i shërbenin gjeneratave.